një shpërndarje, natyrisht nga ajo vatra ku ishin pozicionuar protestuesit, por janë vendosur më në distancë, jo të larguar, por të distancuar disi derisa të shpërndahet edhe ajo çka hodhi policia e shtetit spraj lotësjellës. Ka një afrim të forcave të rendit, është këndi pranë qendrës tregtare këtu që ndodhet afër parlamentit. Vjon goditja me vezë, miell është përdorur pak më parë, ndërkohë policinë e pa me shkopin gome pak momente më parë, ishte çasti kur u afruan dhe kishte tension. Osman Stafën, por ta pyes fillimisht se si është, sepse pam ato çastet e kollitjes kur u shpërnda spraj lotësjellës. Osman, më dëgjon, nëse është e mundur të raportosh? Një qytetar që është ndier keq. Është vetë uniforma e policisë, pra forcat shqiponja që i vinë në ndihmë, japin ujë. Është një punonjës policie që i vjen në ndihmë qytetarit. Shikojeni, është live momenti. Ka patur një tension pak më parë, është hequr një pjesë e gardit metalik. Janë të shumta forcat e policisë, janë forcat shqiponja, forcat e ndërhyrjes shpejtë ripat. Janë pak momente pasi është shpërndar spraj lotësjellës. Nuk po lidhem dot me Osmanin, ndoshta do të kemi moment pak qaste më pak. Po, e kam Osman. Osman, si je fillimisht? Atëherë, për shkak të gazit, të sprajtit lotësjellës të hedhur nga policia, krijohet para hati dhe koll, por ndërkohë protestuesit po vijojnë akoma të protestojnë, si kundër nga ana tjetër, punonjësit e policisë, sidomos forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë duke hedhur vetëm pak momente më parë spraj lotësjellës në drejtim protestuesve. Në fakt, nuk e din qoftë se avokati i popullit është diku, por kanë ditur para parlamentit. Ne kemi punën tonë në Ja, vetëm një moment Osman se do të ta kaloj linjën përsëri. Ndjekin pak çaste këtu? Reflektojmë, të dëgjojmë, edhe të ofrojmë edhe zgjidhje. Nuk duhet me protestuese, duhet me veten. Diskutimet vinë nga të gjithë, nuk jepen këtu aty për aty. E rëndësishme është që Kuvendi i Shqipërisë të përdoret për të folur për njerëzit, për të folur për shqetësimet, për të ofruar zgjidhje, për të parë më shumë nga vetja, dhe se cila forcë politike dhe se cili ka në atë kuvend duhet bëj analizën e vetes përpara se të bëj analizën e kushtarit. Është ndalur pra pak qaste për median, zonja Spiro Pali, dhe përmendi faktin që kuvendi duhet jetë vendi dhe momenti ku të flitet pikërisht për këta qytetarë që protestojnë. Isha me Osman Stafën pak momente më parë, ja një tjetër protestuese, një tjetër vajzë që është ndier keq, është ulur përdhej në ndihmë, sepse është shpërndar spraj lotësjellës. Nuk ndihet mirë, e shikoni, po kështu ishte edhe një qytetar tjetër pak më parë që i vinte në ndihmë vetë punonjësi i policisë. Osmani ndërkohë nuk e di nëse e kam akoma. Osman, mu desh të ndërprisa për pak momente, ndje sepse ndoqëm zonjën Spiro Pali, ndërkohë shohim autobotin e ujit që po afrohet. E pamjet rreth një orë apo një orë e gjysmë më parë se si ishte në gatishmëri autoboti ujit, por tashmë e shohim të afruar. Ekrani është ndarë në dy pjesë, nga njëra anë është kordoni i policisë së shtetit, nga ana tjetër janë protestuesit përpara kuvendit dhe situatat i kemi ndjekur live. Po Osman. Atëherë është afruar dhe autoboti
i policisë së shtetit tashmë në këtë vend ku ndodhen protestuesit. Nuk e dim nëse do të ndryhej apo jo, ndërkohë që është krijuar dhe kordoni i policisë së shtetit, teksa protestuesit vijojnë akoma të qëndrojnë. Tashmë ndoshta do të ketë shpërndarje të protestës me ujë, por do të shikojmë, është ujë i cili është ujë i cili përdoret edhe substanca në të për të si speci djegës, ndërkohë që po hidhen vezë ndaj makinës ujëhedhëse dhe protestuesit janë agresuar. Protestuesit janë revoltuar me praninë e kësaj makine ujëhedhëse në këto momente. Ndërkohë që ka edhe protestues të tjerë të cilët nuk ndihen mirë si pasojë e sprajtit që ka hedhur policia në drejtim protestuesve. Është një situatë e cila u përshkallëzua pas atij momenti kur një deputet, të paktën u tha një deputet, por do duhet vetëm ta konfirmojmë, të marrin kohë për ta konfirmuar se cili ishte ai i cili provokoi me 2 gishta të ngritur lart, por edhe me gestikulacione të tjera në drejtim të protestuesve. Ndërkohë ne shohim, Osman, që janë disa të rinj që nuk ndihen mirë nga shpërndarja e sprajt lotësjellës, sepse i shohim të fokusuar në pamje që nuk mbajnë dot as ekuilibrin. I duhet kohë për ta marrë veten. Po, ka pasur disa persona të cilët nuk janë ndier mirë si pasojë e sprajtit lotësjellës, pra të cilët ishin në këtë protestë, por që nuk ndihen mirë për shkak të sprajtit lotësjellës. Si është situata tani? Na e përshkruaj pak, lutem, Osman, sepse ne shohim pamje natyrisht nga këndet ndryshme, por na e përshkruaj pak atë çka shet ti përballë. Pra janë protestues të cilët vijojnë të qëndrojnë, të bëjnë thirrje për ato çfarë përfaqësojnë policia e shtetit. Aktualisht janë duke thirrur poshtë diktatura, po pak më herët kishte diskutime me ta, duke u treguar dhe duke u deklaruar se për 600.000 lekë po mbrojnë ata të cilët i kanë lënë ata me rroga kaq të ulta që nuk mbajnë dot veten e tyre. Për 600.000 lekë u kanë thënë protestuesit, ju nuk mbani dot familjet tuaja dhe i mbroni ata të cilët janë personat që janë përgjegjës për situatën në Shqipëri. Ka pasur debate, ka pasur diskutime mes protestuesve, ndërkohë edhe përplasje, siç edhe i kemi parë, kur këtij numri protestuesish, ata ju përgjigjen me sprajt lotësjellës. Pra vezëve të protestuesve ju përgjigjen me sprajt me me dorë anës, se i gjisë. Nuk të do qërësina të qeverisë. Nuk të papën e pasë. Ndërkohë që makina ujëhedhëse e policisë është duke u goditur me vezë. Qa bëllë ta kemi njënë, ma qërë ushtrikë, qërë këto polisë e kërë, këto qërë dhe vëpita, taket, të ujë parlamentë.
mikrofon. Kjo është situata përpara parlamentit, ora është 10:04 minuta, pra